Dhjetëra sulme ajrore izraelite në Gaza kanë rezultuar në viktima kryesisht gra dhe fëmijë, sipas raportimeve të fundit nga Kombet e Bashkuara. Përveç kësaj, OKB ka paralajmëruar për një transferim të dhunshëm të civilëve pas urdhrave të evakuimit të dhënë nga ushtria izraelite, duke nënvizuar shqetësimin për shkeljen e të drejtave të njeriut. Një sulm i ri ajror Izraelit ka shkatëruar shtëpinë e familjes Fara në qendër të Khan Yunis, duke vrarë 10 persona, përfshirë 7 fëmijë që janë dërguar si martir në spital. Pamjet e pasojave treguan trupat e pajet dhe shkatërimin e plot të banesës. Zyrtarët e mbrojtjes civile konfirmuan se sulmi ndodhi pas një telefonate nga ushtria izraelite që njoftoi për një aksion ndaj objektivave të Hamasit, por kjo ka shkaktuar shqetësim të madh për pasojat ndaj civilëve të pafajshëm. Ndërkohë, ushtria izraelite ka njoftuar se ka goditur 40 objektiva të lidhur me grupin militant Hamas, duke justifikuar sulmet si një pjesë të luftës kundër terrorizmit. Megjithatë, raportet nga Gaza flasin për një numër të madh viktimash civile, që po rriten çdo ditë që nga rifillimi i sulmeve më 18 mars, duke quar në vrasjen e më shumë se 1500 njerëzve, shumica e të cilëve janë civil. Të premten vonë, mbrojtja civile raportoi se 4 persona të tjerë u vranë në sulme të tjera izraelite, ndërsa ushtria e Izraelit tha se kishte vrarë 2 terroristë që ishin përpjekur të sulmonin trupat izraelite në Gazën jugore. Kjo është një tjetër etapë e përshkallëzimit të dhunës që ka tronditur Gazën dhe ka nxitur shqetësime ndërkombëtare për pasojat e këtij konflikti mbi civilët.